E me ardhjen e Islamit, vetë Allahu Gjeleshanuhu ja dha një grad më të lartë edhe i tregoi ku e kanë vlerën, ku e kanë pozitën e tyre, edhe për me fol më shumë për vlerën edhe pozitën e gruas, vetë në Kur'an na tregon fakti se Allahu Gjeleshanu e emëroi një surja e grave, surën Nisa, për me tregu vlerën e grave. Nana gruaja është edukatorja, nana gruaja është mësusja e parë e fëmisë. Një burr i shkolluar, një burr i edukuar është vetëm një burr, ndërsa një nanë e shkolluar është nanë e edukuar e gjithë familjes saj, pastaj po kujdeset për fëmijët e saj, për familjen e saj. Kështu që një femër me edukat, një femër e vlerësuar nga ana e familjes saj, është edukat e pejgamberit, është urdhër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku edhe i ka porosit sahabët, i ka porosit që për dy të dobët të keni kujdes për gruan edhe për jetimin. Do me thonë për vlerën që i dha Islami, gruas na flasin shumë fakte, ku thot vetë pejgamberi alayhis salam se gruan e vlerëson i vlerësuari. Gruan e vlerëson ai që ja din vlerën, ai që e din fjalën e Allahut Gjeleshanu. Përndryshe, gruaja është shtylla e shtëpisë, gruaja është baza që rriten fëmijët. Edukatën e parë e marrim prej nanës, prej gruas në shtëpi. Nëse nuk e marrim edukatën prej bazës, atëherë si mundet me dalë një fëmijë i edukuar në të ardhmen.